Mëlçia është një nga organet më të rëndësishme të trupit tonë. Ajo punon pa pushim çdo ditë, çdo orë, çdo minutë për të pastruar gjakun nga toksinat, për të prodhuar energji dhe për të mbajtur trupin tonë në ekuilibër. Por çfarë ndodh kur mëlçia filloi të lodhet, kur ajo nuk funksionon në kapacitetin e saj të plot? Lodhja kronike, mungesë energjie, vështirësi në përqendrim, këto janë vetëm disa nga shenjat që mëlçia juaj mund të ketë nevojë për mbështetje. Shkenca moderne ka zbuluar se mëlçia luan një rol qendror në prodhimin e energjisë së trupit. Ajo konverton ushqimin në glukozë, e ruan atë si glikogjen dhe e çliron kur trupi ka nevojë për energji. Kur mëlçia është e dëmtuar ose e mbingarkuar, aftësia e saj për të prodhuar dhe për të ruajtur energjinë zvoglohet ndjeshëm. Por lajmi i mirë është se ekzistojnë ushqime specifike që mund ta ndihmojnë mëlçinë tuaj të rikthehet, të forcohet dhe të rikthejë energjinë e humbur. Sot do të zbulojmë 8 ushqime të fuqishme që shkenca ka vërtetuar se mbështesin shëndetin e mëlçisë dhe ndihmojnë në rikthimin e energjisë vitale të trupit. Ushqimi i parë: perime me gjethe të gjelbra. Spinaqi, lakra jeshile, rrokulla dhe sallata janë super fuqitë e vërteta për mëlçinë tuaj. Këto perime janë të pasura me antioksidant dhe klorofil, një substancë e veçantë që ndihmon në neutralizimin e toksinave dhe në përmirësimin e procesit të detoksifikimit. Klorofili që gjendet në perimet me gjethe të gjelbra ka një aftësi unike për të ndihmuar mëlçinë të filtrojë substancat e dëmshme nga gjaku. Por kjo nuk është e gjitha. Këto perime gjithashtu stimulojnë prodhimin e lëngut të tëmthit, i cili është thelbësor për tretjen e yndyrave dhe për thithjen e vitaminave të tretëshueshme me yndyr. Kur konsumoni rregullisht perime me gjethe të gjelbra, ju po i jepni mëlçisë tuaj mjetet që i nevojiten për të punuar më efikasshëm. Studimet kanë treguar se këto perime ndihmojnë në reduktimin e akumulimit të yndyrnave në mëlçi, një gjendje që njihet si sëmundja e mëlçisë yndyrore dhe që shoqërohet shpesh me lodhjen kronike dhe mungesën e energjisë. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni të paktën një gotë perime të gjelbra çdo ditë. Mund t'i shtoni në smoothie të mëngjesit, t'i përdorni në sallata ose t'i gatoni me avull për të ruajtur sa më shumë vlera ushqyese. Ushqimi i dytë: panxari. Panxari është një nga ushqimet më të fuqishme për shëndetin e mëlçisë. Ky perim i bukur me ngjyrë të kuqe të thellë përmban një komponim të quajtur betain, i cili luan një rol kritik në mbështetjen e proceseve të detoksifikimit të mëlçisë. Betaina ndihmon mëlçinë të thjeshtojë amoniakun, një substancë toksike që prodhohet gjatë metabolizmit të proteinave. Kur mëlçia nuk mund ta largojë si duhet amoniakun, ai grumbullohet në trup dhe mund të shkaktojë lodhje, hutim mendon dhe mungesë energjie. Përtej betainës, panxari është i pasur me antioksidant të fuqishëm që reduktojnë stresin oksidativ në mëlçi. Studimet kanë treguar se konsumimi i lëngut të panxarit ose shtimi i tij në dietë mund të përmirësojë ndjeshëm funksionin e mëlçisë dhe të rrisë enzimat që ndihmojnë në detoksifikim. Një nga avantazhet më të mahnitshme të panxarit është se ai përmirëson rrjedhën e gjakut në tërë trupin, duke siguruar që oksigjeni dhe lëndët ushqyese të arrijnë më efikasisht në të gjitha qelizat. Kjo përkthehet në më shumë energji dhe rezistencë gjatë ditës. Ju mund ta konsumoni panxarin të pjekur, të zier, në formë lëngu ose edhe të papërpunuar në sallata. Shumë njerëz raportojnë se ndjejnë një rritje të energjisë brenda vetëm disa ditëve pas fillimit të konsumimit të rregullt të panxarit. Ushqimi i tretë: frutat agrume. Limonët, portokallet, mandarinat dhe grapefruti janë aleat të shkëlqyer për mëlçinë tuaj. Këto fruta janë të pasura me vitaminë C dhe antioksidant që stimulojnë prodhimin e enzimave të mëlçisë të nevojshme për detoksifikim. Vitamina C është një vitamin i fuqishëm që ndihmon mëlçinë të konvertojë toksinat në substanca të tretshme në ujë që mund të eliminohen më lehtë nga trupi. Grapefruti, në veçanti, përmban 2 antioksidant të veçantë që quhen naringjin dhe naringjinin, të cilët kanë veti të fuqishme antiinflamatore dhe mbrojtëse për mëlçinë. Studimet shkencore kanë zbuluar se këto komponime ndihmojnë në mbrojtjen e mëlçisë nga dëmtimi i shkaktuar nga substanca toksike dhe reduktojnë inflamacionin, i cili është një shkak i rëndësishëm i lodhjes dhe mungesës së energjisë. Një gotë lëng agrume të freskët në mëngjes mund të jetë një mënyrë e shkëlqyer për ta nisur ditën dhe për t'i dhënë mëlçisë tuaj një shtys për funksionimin e saj optimal.
Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se nëse merrni ilaçe me recetë, duhet të konsultoheni me mjekun tuaj para se të konsumoni sasi të mëdha grapefruti, pasi ai mund të ndërveprojë me disa medikamente. Për rezultatet më të mira, konsumoni frutat agrume të plota në vend që vetëm lëng, pasi fibrat shtesë ndihmojnë gjithashtu në shëndetin e përgjithshëm të mëlçisë. Ushqimi i katërt: hudhra. Hudhra ka qenë e vlerësuar për vetitë e saj mjekësore për mijëra vjet, dhe shkenca moderne po konfirmon atë që kulturat e lashta e dinin tashmë se hudhra është një mbrojtëse e fuqishme e mëlçisë. Ky perim i vogël por i fuqishëm përmban komponime sulfuri si alicina, S-alilcisteina dhe dialildisulfidi që aktivizojnë enzimat e mëlçisë përgjegjëse për eliminimin e toksinave nga trupi. Këto komponime ndihmojnë mëlçin të përpunojë dhe të largojë substancat e dëmshme më shpejt dhe më efikasisht. Hudhra gjithashtu përmban selenin, një mineral thelbësor që luan një rol kritik në procesin e detoksifikimit. Seleni mbështet prodhimin e glutationit, një nga antioksidantët më të fuqishëm të trupit që prodhohet kryesisht në mëlçi. Por kjo nuk është e gjitha që hudhra bën për mëlçin tuaj. Ajo ka veti antiinflamatore të fuqishme që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit në mëlçi, një gjendje që mund të çojë në lodhje kronike dhe humbje të energjisë. Studimet kanë treguar se hudhra mund të ndihmojë në parandalimin e akumulimit të yndyrnave në mëlçi, duke mbështetur kështu funksionin e saj optimal. Për përfitimet maksimale, ekspertët rekomandojnë të konsumoni hudhër të freskët të shtrydhur ose të grirë, pasi kjo çliron alicinën, komponent aktiv kryesor. Shtimi i hudhrës në ushqime të ndryshme çdo ditë mund të ketë efekte të dukshme në shëndetin tuaj të përgjithshëm dhe nivelet e energjisë. Ushqimi i pestë: arrët. Arrët, veçanërisht arrët e zeza, janë një burim i shkëlqyer i lëndëve ushqyese që mbështesin shëndetin e mëlçisë dhe prodhimin e energjisë. Këto fruta të vogla janë të pasura me aminoacide si arginin, e cila ndihmon mëlçin të detoksifikojë amoniakun në mënyrë më efikase. Arrët gjithashtu përmbajnë glutacion, një antioksidant të fuqishëm që mëlçia e përdor për të neutralizuar toksinat. Nivelet e ulta të glutacionit janë të lidhura me dëmtimin e mëlçisë dhe lodhjen kronike. Prandaj konsumimi i ushqimeve të pasura me këtë substancë është thelbësor për mirëmbajtjen e shëndetit të mëlçisë. Përtej kësaj, arrët janë burim i shkëlqyer i acideve yndyrore omega-3, të cilat kanë veti antiinflamatore dhe ndihmojnë në rregullimin e metabolizmit të lipideve. Kjo është veçanërisht e rëndësishme sepse ul akumulimin e yndyrnave në mëlçi, një gjendje që mund të çojë në mungesë energjie dhe lodhje. Studimet shkencore kanë treguar se konsumimi i rregullt i arrëve mund të përmirësojë funksionin e mëlçisë dhe të reduktojë markuesit e inflamacionit në trup. Vetëm një pëllëmb arra në ditë mund të jetë e mjaftueshme për të parë përfitime të konsiderueshme. Mund t'i konsumoni arrët si një ushqim i shëndetshëm në mes të vakteve, t'i shtoni në sallata, smoothie ose drithra të mëngjesit. Për rezultatet më të mira, zgjidhni arra të papërpunuara dhe pa krip. Ushqimi i gjashtë: vaj i ullirit. Vaji i ullirit, veçanërisht ai i shtrydhur të ftohtë dhe organik, është një mbrojtës i shkëlqyer i mëlçisë dhe një burim i yndyrnave të shëndetshme që trupi ynë i nevojitet për funksionimin optimal. Ky vaj i çmuar përmban yndyrna të pangopura një fish që kanë veti antioksidante dhe antiinflamatore të fuqishme. Këto veti ndihmojnë në mbrojtjen e mëlçisë nga dëmtimi oksidativ dhe inflamacioni, dy faktorë kryesor që kontribojnë në lodhjen dhe mungesën e energjisë. Studimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i vajit të ullirit mund të reduktojë nivelet e enzimave të mëlçisë që tregojnë dëmtim dhe inflamacion. Gjithashtu, vaji i ullirit ndihmon në rregullimin e metabolizmit të yndyrnave, duke parandaluar akumulimin e tyre të tepërt në mëlçi. Është e rëndësishme të zgjidhni vaj ulliri të cilësisë së lartë, të shtrydhur të ftohtë dhe organik, pasi përpunimi minimal ruan lëndët ushqyese natyrore, antioksidantët dhe yndyrnat e shëndetshme. Vaji i ullirit i rafinuar ose ai që është përpunuar me temperaturë të lartë humb shumicën e vlerave të tij ushqyese. Ju mund ta përdorni vajin e ullirit për gatuarje në temperatura të ulta, në sallata ose edhe të konsumuar një lugë gjelle në stomak të zbrazët në mëngjes, një praktikë që shumë kultura mesdhetare e kanë përdorur për shekuj për të mbështetur shëndetin e mëlçisë. Ushqimi i 7. Mollët. Molli është një frut i thjeshtë por jashtëzakonisht i fuqishëm për shëndetin e mëlçisë.
Shpreha e vjetër, një moll në ditë largon mjeku nga shtëpia, ka një bazë shkencore të fortë, veçanërisht kur bëhet fjalë për mëlçin. Mollët janë të pasura me pektin, një lloj fibre të tretshme që promovon lëvizjet e rregullta të zorrëve. Meqense lëvizjet e zorrëve ndihmojnë në largimin e toksinave nga trupi, kjo ul ngarkesën mbi mëlçin për të larguar substancat e dëmshme. Por pektina bën edhe më shumë se kaq. Ajo lidhet me acidet biliare në zorë, duke e detyruar mëlçin të përdor kolesterolin për të prodhuar acide të reja biliare. Ky proces jo vetëm që ndihmon në reduktimin e kolesterolit, por gjithashtu mbështet funksionimin e shëndetshëm të mëlçisë. Mollët gjithashtu përmbajnë antioksidant të fuqishëm, që mbrojnë qelizat e mëlçisë nga dëmtimi. Kërkimet kanë treguar se konsumimi i rregullt i mollëve mund të reduktojë ndjeshëm stresin oksidativ në mëlçi dhe të mbështesë një përgjigje të shëndetshme inflamatore. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që vuajnë nga lodhja kronike, pasi inflamacioni dhe stresi oksidativ janë dy nga shkaqet kryesore të mungesës së energjisë. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni të paktën disa porcione perimesh kryqëzore në javë. Mund t'i gatuani me avull, t'i piqni në furrë ose edhe t'i konsumoni të papërpunuar në sallata. Gatimi i lehtë me avull në fakt mund të rrisë disponueshmërinë e disa prej komponentëve të dobishëm. Ushqimi i 8. Perimet kryqëzore. Brokoli, lule lakra, lakra brukselit dhe lakra janë pjesë e familjes së perimeve kryqëzore, një grup ushqimesh që konsiderohen si disa nga më të fuqishmit për mbështetjen e mëlçisë. Këto perime përmbajnë komponime që quhen glukosinolate, të cilat hidroizohen në izotiocianate bioaktive si sulforafani. Këto substanca rregullojnë enzimat e mëlçisë, veçanërisht enzimat e fazës së parë, citokrom P450, dhe enzimat konjuguese të fazës së dytë, duke rritur normat e biotransformimit. Me fjalë të thjeshta, perimet kryqëzore ndihmojnë mëlçin të përpunojë dhe të eliminojë toksinat më shpejt dhe më efikasisht. Ato aktivizojnë sistemin natyror të detoksifikimit të trupit, duke i dhënë mëlçisë mjetet që i nevojiten për të punuar në nivelet maksimale. Studimet klinike kanë treguar se konsumimi i rregullt i perimeve kryqëzore mund të reduktojë ndjeshëm stresin oksidativ në mëlçi dhe të mbështesë një përgjigje të shëndetshme inflamatore. Kjo është veçanërisht e rëndësishme për personat që vuajnë nga lodhja kronike, pasi inflamacioni dhe stresi oksidativ janë dy nga shkaqet kryesore të mungesës së energjisë. Ekspertët rekomandojnë të konsumoni të paktën disa porcione perimesh kryqëzore në javë. Mund t'i gatuani me avull, t'i piqni në furrë ose edhe t'i konsumoni të papërpunuar në sallata. Gatimi i lehtë me avull në fakt mund të rrisë disponueshmërinë e disa prej komponentëve të dobishëm. Mëlçia juaj është një organ i jashtëzakonshëm që punon pa pushim për të mbajtur trupin tuaj të shëndetshëm dhe plot energji. Por si çdo organ, ajo ka nevojë për mbështetje dhe kujdes të përshtatshëm për të funksionuar në nivelet optimale. Të 8 ushqimet që diskutuam sot, perimet me gjethe të gjelbra, panxhari, frutat agrume, hudhra, arrët, vaji i ullirit, mollët dhe perimet kryqëzore janë më shumë se thjesht ushqime të shëndetshme. Ato janë mjete të fuqishme që mund ta ndihmojnë mëlçin tuaj të pastrohet, të forcohet dhe të rikthejë aftësinë për të prodhuar energjinë që trupi juaj ka nevojë. Duke i integruar këto ushqime në dietën tuaj të përditshme, ju nuk po ushqeni thjesht trupin tuaj, ju po investoni në shëndetin afatgjatë të mëlçisë suaj dhe në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Ndryshimet mund të jenë graduale, por me qëndrueshmëri, shumë njerëz raportojnë përmirësime të dukshme në nivelet e energjisë, aftësinë për të përqendruar dhe shëndetin e përgjithshëm. Mbani mend se ndërsa këto ushqime janë të fuqishme, ato funksionojnë më mirë si pjesë e një stili jetese të shëndetshëm, që përfshin gjithashtu ushtrime të rregullta, gjumë të mjaftueshëm, menaxhim të stresit dhe shmangjen e substancave të dëmshme si alkooli i tepërt dhe ushqimet e përpunuara. Nëse keni shqetësime specifike në lidhje me shëndetin e mëlçisë ose nëse përjetoni lodhje kronike, është gjithmonë e këshillueshme të konsultoheni me një profesionist të kujdesit shëndetësor për këshilla të personalizuara dhe për të përjashtuar çdo gjendje bazë mjekësore. Mëlçia juaj punon shumë për ju. Tani është koha që ju të punoni për të. Filloni sot duke shtuar disa nga këto ushqime të fuqishme në pjatën tuaj dhe përjetoni ndryshimin që ato mund të sjellin në shëndetin tuaj dhe energjinë tuaj. Faleminderit që na dëgjuat. Kujdesuni për mëlçin tuaj dhe ajo do të kujdeset për ju.